Mirëmbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit. Sali Berishës si digjet edhe karta e Irena Gjokës, prokuroria e posaçme ka bërë verifikimet në Greqi dhe gjyqtarja nuk rezulton e dënuar, ndaj dhe kërkon që të pushohet procedimi penal i nisur kundër saj nga denoncimet e të pandehurit që po gjykohet prej saj për dosjen Partizani. SPAK thot se gjykatësia nuk ka kryer vepër penale as në vedeklarim dhe se autoritetet gjyqësore greke kanë urdhëruar arkivimin e një vendimi të pa ekzekutuar. SPAK thot se gjyqtarja e posaçme Irena Gjoka nuk është dënuar penalisht në shtetin grek. Këtë SPAK e bazon në dëshminë e penalitetit dhe përgjigjet që ka marrë nga autoritetet greke. Pas këtyre verifikimeve, SPAK kërkon që procedimi penal i nisur në qershor të vitit 2025 ndaj Irena Gjokës të pushohet, duke rrëzuar kështu sulmet dhe denoncimet e Sali Berishës. Nga verifikimet zyrtare të kryera rezulton se në dëshmitë e penalitetit të lëshuara nga autoritetet greke nuk figurojnë të dhëna për dënim penal ndaj saj, ndërkohë që edhe në formularin e vet deklarimit ajo ka deklaruar se nuk është dënuar me vendim të formës së prerë. Lidhur me çështjen gjyqësore të vitit 2005 për përdorim dokumentesh të parregullta ndaj Irena Gjokës nga një gjykatë në Janin, SPAK ka mundur të verifikojë në bashkëpunim me palën greke se autoritetet kanë urdhëruar mos ekzekutimin dhe arkivimin e vendimit penal, për shkak se ai nuk kishte marrë formë të prerë dhe për shkak të parashkrimit të veprës penale. Mes të tjerash, SPAK thot se Irena Gjoka nuk ka pasur asnjë dieni lidhur me këtë çështje. Nga analiza e mëtejshme e akteve rezulton se edhe sikur të merrej emërqen ekzistenca e këtij vendimi penal, ndjekja penale e lidhur me këtë fakt rezulton e shuar për shkak të parashkrimit në përputhje me legjislacionin përkatës të aplikueshëm. Në fund, SPAK thot se në asnjë moment nuk provohet që magjistratja Irena Gjoka të ketë kryer veprën penale. Duke marrë në konsiderat mungesën e njoftimit të rregullt, zhvillimin e gjykimit në mungesë si dhe kalimin e afateve ligjore të ndjekjes penale, konstatohet se nuk ekzistojnë kushtet ligjore për vijimin e mëtejshëm të ndjekjes penale për këtë çështje dhe se nuk provohet që magjistrati Irena Gjoka të ketë kryer veprën penale. Akuzat ndaj Gjokës u bën publike menjëherë pasi ajo firmosi masat e sigurisë ndaj ish kryeministrit Sali Berisha në lidhje me dosjen Partizani. Berisha dhe mbështetësit e tij e kanë akuzuar vazhdimisht Gjokën, duke pretenduar se ajo është në konflikt interesi dhe se ka fshehur të kaluarën e saj përfshirë dënimin penal në Greqi. Ndërkohë që mazhoranca është angazhuar për disa reforma të rëndësishme dhe më e rëndësishme ajo për ligjin e ri të referendumeve, kryeministri Rama ka zhvilluar çdo ditë takime intensive me ministra dhe deputet me qëllim përgatitjen për zgjedhjet lokale të vitit të ardhshëm. Në kuvend ndërkaq nisi puna për reformën territoriale, Komisioni Posaçëm mbi Partizan ka rënë dakord për nisjen e dëgjesave për ndryshimet e nevojshme. Të parët që do të vinë në komision do të jenë kryetarët e bashkive. Konflikti në lindjen e mesme dhe kriza që ka shkaktuar paraqesin një rrezik serioz dhe për ekonominë shqiptare. Këshilli mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë la të pandryshuar normën bazë të interesit, por kreu i bankës theksoi se do të monitorohen zhvillime me kujdes. Sipas guvernatorit Sejko, kriza globale mund të ndikojë në ritmet e rritjes ekonomike, rritjen e çmimeve dhe të inflacionit. Impaktet e para të luftës në turizmin shqiptar janë pozitive, situata e pasigurt në gjirin persik, po boshatis destinacione turistike në vendet e këtij rajoni, turistët po kërkojnë vende të sigurta për pushime mes të cilave edhe Shqipëria. Operatorët turistik thonë se këtë verë presin një rritje 10% të turistëve të huaj, duke patur parasysh orientimin drejt vendit ton të shumë prej atyre që zgjidhin Dubajin dhe vendet e gjirit. Shqipëria në 2 muajt e parë është vizituar nga mbi 1 milion të huaj, shumica e tyre kanë qenë italianë apo nga vendet e rajonit ton, por nuk kanë munguar edhe nga shtetet të tjera. Sipas Bankës së Shqipërisë, gjatë vitit të shkuar, turizmi gjeneroi 5.7 miliardë euro në ekonominë shqiptare. Kosova nuk do të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Gjykata kushtetuese rrëzoi dekretin e presidentes Osmani për shpërndarjen e parlamentit. Vendimi i gjykatës ngarkon kuvendin për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit brenda 34 ditësh. 3 vite pas vrasjes, gjykata e Lezhës dënoi me burg për jetë ekzekutorin e biznesmenit Ardian Nikulaj Ruben Saraiva.
Pas thuaj se 2 vitesh procese të zvarritura gjyqësore, gjykata e Lezhës dënoi me burg të përjetshëm portugezin Ruben Saraiva, i akuzuar si ekzekutor i biznesmenit Ardian Nikulaj në prill të 2023-shit. Gjykata e Lezhës pranoi pretencën e prokurorisë, e cila në 3 mars kërkoi dënimin ekstrem për 45 vjeçarin, i cili vijon të mohojë akuzat. Trupa gjyqësore, kryesuar nga gjyqtari Lirim Bulica, e ka dënuar Ruben Saraivën me burgim të përjetshëm me akuzën e vrasjes me paramendim të kryer në bashkëpunim dhe për interes. Në sallën e gjyqit ishin të pranishëm familjar të viktimës, ndërsa procesi tërhoqi edhe vëmendjen e mediave portugeze. Përfaqësuesi ligjor i portugezit Kujtim Cakrani thotë se do apelojnë vendimin, pasi sipas tij ai po mbahet padrejtësisht. Sipas dosjes hetimore, krimi ishte i organizuar dhe i planifikuar, ndërsa roli i portugezit konsiderohet kyç në ekzekutimin e biznesmenit Nikulaj. Në seancat e mëparshme gjyqësore janë paraqitur dëshmi, prova dhe ekspertiza, të cilat faktonin përfshirjen e të pandehurit në ngjarjen e rëndë. Në pamjet filmike shihet ekzekutori me skafandër në kokë, mask në fytyrë dhe jelek fosforeshent, i cili qëlloi drejt Ardian Nikulajt mbi të paktën 6 herë. Prokuroria e Lezhës thotë se Saraiva erdhi në Shqipëri në 14 shkurt të 2023-shit për të finalizuar planin e thurur dhe financuar nga Edmond Haxhia, tashmë i arrestuar në Britani për vrasjen e biznesmenit. Të dhënat e mbledhura nga grupi i hetimit treguan se gjatë përgatitjes për të kryer ngjarjen, portugezi u bë pjesë e komunitetit në Shkodër dhe Lezhë, duke mësuar shqip e duke bërë humor me qytetarët e zonës. Ruben Saraiva u ekstradua nga Maroku në fund të vitit 2023, ndërsa kësaj procedure nuk janë nënshtruar ende 4 shtetasit britanik të arrestuar për ngjarjen, si edhe Edmond Haxhia, i cili akuzohet si porositës i atentatit. Vrasja e biznesmenit Nikulaj ishte në vazhdën e sagës së akmarrjes, që familja e viktimës ka patur me fisin Lex Takaj prej dekadash, konflikt që ndër vite ka prodhuar shumë viktima. Mirë, me mua në program janë bashkuar gazetari dhe analisti i njohur i zhvillimeve politike zoti Frok Çupi. Zoti Çupi, mirëmbrëma. Kënaqësi që jeni me mua në orë e fundit. Faleminderit edhe unë. Gjithashtu edhe avokati i njohur zoti Hidayet Beqiri. Avokat, mirëmbrëma. Kënaqësi që jeni me mua në program. Faleminderit, kënaqësi për mua. Pas pak minutash do na bashkohet në një komunikim të drejtë për drejtë edhe Parolaçi, ish drejtuesi i kompleksit Partizani. Por, zoti Çupi, unë dua ta nis këtë bisedë me ju. Pas sulmit që Berisha i ka bërë ambasadorëve në vend dhe në veçanti atij të Bashkimit Evropian, Silvio Gonzato, sot Berisha ka sulmuar edhe komisionerin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, zonja Marta Kos. Pse është tërbuar doktori? Zoti Çupi. Ky sjellja me ambasadorët sidomos me ambasadorët e Perëndimit, nuk është një tërbim i rastit, është e ka shoqëruar ky tërbim, e ka shoqëruar qysh ditën e parë. Dhe ka disa arsye. Ka shumë arsye. Madje do të thoja që ambasadorët e Perëndimit ky sulmon me qëllimin që të që të sundoj njerëzit brenda vendit, do me të krijoj vaska gjaku në Shqipëri. Gjë që e ka bërë. Dhe nga ana tjetër sulmon vendin tonë për të dhënë mesazhe jashtë. Gjë që ka ndodhur. Edhe ka ndodhur rëndom dhe ka ndodhur në mënyrë të vazhdueshme. Pse bën këtë gjë? Për arsye se ai e di shumë mirë se duke sulmuar Perëndimin, duke sulmuar ambasadorët e Perëndimin, ndërpret në një farë mënyrë frikson, në një farë mënyrë ngrin. Tu është raportin me Perëndimin, po më së shumti ngjall frikë brenda. Mos marrim Saliun sot që ka mbaruar, marrim Saliun president që të vriste në mes të rrugës, caktonte dikë, thoshte pa gjyq që je i vrarë, siç kam qenë unë mes tyre. Dhe nuk e qenë i vetmi. Dhe nuk e qenë i vetmi. Sigurisht, se ndryshe do kisha thënë jam unë vetëm. Kështu që kjo është arsye. Do me thënë, në kohën kur ai dogji gjithçka në Shqipëri, nuk e bëri vetëm për një mesazh për të dhënë atyre që, do me thënë, gjithë shërbimet tuaja, të cilat ishin dashakese në Shqipëri, por ju dha mesazh edhe vendeve mike, edhe vendeve alate. Dhe mesazhi i vendeve alate ishte që këtu jam zot unë. Madje deri dhe në shtëpinë e bardhë ai ka bërë presion me dhunë, me dhunën në Shqipëri.
praktikisht ai nuk ka pranuar, si thuash, ofertën e parë nga Shtëpia e Bardhë pas viteve 92, ato ofertë që u dha për të gjitha vendet e ish komuniste, që dolën në demokraci, dhe oferta ishte për një suport ekonomik caktuar sa që atëhere. Dhe ky shpalli kapitalizmin shqiptar, dhe ishin këto që quhen piramida. Zoti Çupi, më lejo që t'i uroj mirëseardhje në programe edhe zotit Paro Laçi, e kemi në komunikim. Zoti Laçi, mirëmbrëma, kënaqësi që jeni me mua drejt për drejt në ora e fundit. Mirëmbrëma, kënaqësi ime, pavarësisht se në kushte atmosferike, se si jemi në kushte studioje, si juve. Patjetër. Si ishim në udhtim dhe sapo mora pjesë ju bashkëgjita këtij paneli kaq të simpatike dhe të mirë që jeni aty që po i mbledhur. Po dëgjoja profesor dhe gazetarin e njohur që është i pari i gazetës së Lidhjes Demokratike, dhe po dëgjoja që ai e din shumë mirë se Sali Berisha vlo dronin po të ketë takat, po sot s'ka takat se s'ka njerëz, nuk është grupi zjarri që në 97-ën që e ditë shumë mirë. Berisha jep të urdhra njerëzit zbatoshin. Por megjithatë, zoti Laçi, ju keni qenë gardis në kohën e pushtetit të Berishës. Si konsideroni këto sulme që Berisha ju bën ambasadorëve në opozit, krahasuar me sulmet që ju ka bërë ambasadorëve kur ai ishte në pushtet, dhe në veçanti ambasadores amerikane, Mariza Lino? Berisha ku ishte në pushtet, shumë njerëz e din që jep të urdhra për të vrarë njerëz, siç ka dhënë urdhra edhe për shumë ambasador në Shqipëri, jo vetëm për ambasadorin amerikan e Mariza Lino, që është bërë një plan i mirë fill, Amerika di shumë mirë, dhe sollin atë Peru marincat amerikanë për ta mbrojtur pikërisht ambasadat dhe ambasadorin amerikane. Ka desh të sulmonte Sali Berisha edhe me akte terroriste, para ne dhe Amerika vuri një mur betoni, një rrethim të dytë nga brenda, sepse aty do bëhej një akt terrorist dhe do hidhej në erë me dinamit, do sulmoj me kamion, do vritej Mariza Lino. Kanë qenë shumë urdhra të Berishës që kanë dhënë. Po për fat të mirë që dhe Amerika ka punuar dhe bashkëpunuar me shumë efektiv brendshëm të gardës, si sot për shembull edhe vite vazhdim shumë ish efektiv të gardës kanë qenë dhe pjesë të asaj policie të shqiptarëve që rushin ambasadën amerikane, që si janë bind urdhrave që të i filtruar brenda duke marrë vesh se çfarë do bëjë, duke thonë që veprimet që s'duhet bëhen e tjerë, por Berisha ka dhënë urdhër, pavarësisht se urdhrat e tij janë zbatuar. Ka dhënë urdhër për të vrarë shumë njerëz, ka dhënë urdhër për të vrarë dhe vetë Mariza Linën, Amerika e dini, është gjuajtur dhe makinës Mariza Linës, është rrethuar me blindin e Amerikës, forcave të amerikane që ka blindi dhe ka marrë ke shkallën e universitetit, e ka rrethuar dhe atje ka çuar njerëz nga Garda e Republikës me pyetur vra Mariza Linë apo jo. Zoti Laçi, dëgjom, shumë njerëz ndoshta nuk i besojnë këto deklarata që ti thua, por a mbani ju përgjegjësi për këto deklarata që ju thoni, apo ndoshta mos jeni dëshmitar i rem, ashtu siç shpeshherë i konsideron Berisha? Unë në radhë parë unë e kam denoncuar Sali Berishën pak, por ka shumë njerëz që i dinë këto gjëra, ka shumë njerëz që i besojnë, pastaj janë disa njerëz flamura pa shkop që hapin disa fjalë që ne rrejmë, ai ka të vërtetën. E vërteta është e pamohueshme. Në 97-ën Berisha ka kërcënuar Amerikën për destabilizim të gjithë Ballkanit. E ka kërcënuar dhe më vonë. Politikën ndërkombëtare Berisha ka kërcënuar shumë mirë. Unë kur kam qenë asit politik në Belgjik, kam pas fletyrje me hyrjen në Parlamentin Evropian. Në momentin që është bërë përplasja e Berishës, Berisha e di shumë mirë me Jens Pollën, që të djathtë të Partisë Popullore në Parlamentin Evropian na bëshin thirrje shumë mbështetëse të Berishës në Bruksel që të bashkoheshim me Jens Pollës. Ja kam komunikuar dhe vetë Sali Berishës. Shumë njerëz i dinë se po të besoj njerëzit që ne themi rrena, zoti Çupi që është aty thotë rrena, nuk i afrohen kësaj zallamehie. Prandaj Berisha nuk i afrohet kush dhe nuk ka mbështetje. Kë ka urdhëruar Berisha për të vrarë Mariza Linon, ambasadoren amerikane këtu në Tiranë? Tashti në tarracën e presidencës ka qenë një shkodran, aty në presidencë kemi qenë disa vetë armatosur dhe i kemi
i kemi hap zjarr dhe Berisha ka thënë urdhër, Berisha ka thënë edhe mu personalisht, edhe shumë njerëzve të tjerë, ju ka thënë urdhër që duke thënë me fjalë më të poshtra duke folë, sikur Amerika i prishi punë, Europa do ta mbështette, shumë shqiptarë mbajnë mend në atë periudhë se çfarë thoshte Sali Berisha dhe tek demokratët. Na ka lënë Amerika, na gëlqeu Amerika, do na marrë Europa thoshte. Dhe ka dhënë urdhër me gojën e vet, siç ka dhënë për shumë veta urdhër, siç ka dhënë për Deni Tancekën, siç ka dhënë për Pres Zogajn. Ishin forcat e Sali Berishës neve ato që është hyme. Unë kam qenë komandanti i grupit zjarrit, ka fol parlamenti shqiptar në atë periudhë, i ka thënë vetë Sali Berishës që është drejtuar majtja, ku e ke parolaçin se maje si Kajo Karafili për Tiranë. Kështu që janë disa gjëra që Berisha s'mund t'i shmanget, dali të kundërshtoj këto që them unë me që unë gënjej dhe unë mashtroj. Gjithë njohin, që nga fëmijëria deri sa jam rrit dhe deri sot unë nuk di të themi fjalë rren. As i fjalë nga këto që unë them se janë rrena. Kam qenë pjesë e Gardës së Republikës, kam shku me shpirt sepse kam menduar se Berisha nuk është spion i Beogradit, nuk është sot gjërat kanë dalë haptas. Amerika di vetë, ta kundërshtoi ambasadën amerikane, thotë që s'ka dash me vrap Marizalinën. Thotë ambasadë amerikane s'ka shpëtuar Marizalinës që spionazhi amerikan e ditë që do i bëjë sulm Marizalinës. Ndërkohë, avokat... Thotë ambasadë amerikane pse fletin Rogner Marizalino atë natë, dhe si ishte brenda në makinë e saj blinduar. Megjithatë, kush ata që shoqëronin. Këto janë deklarata të forta publike nga ju që në fakt duhet t'i ketë parasysh edhe... Maj përgjegjësi morale, penale edhe njerëzore. Qartë. As i fjalë se kam rrenë. Avokat, ju... Atëherë thotë Sali Berisha që s'na ka dhënë urdhër për me rraf ato nëna që kanë ardhur ke Hotel Dajti, për me qajt vdekur e të tyre që u mbyt me katrin e radhës që u mbyt në kanalin unë trantës. Le thotë që nga presidenca Berisha nuk është që një komunikim, e kam lexuar me sytë e mi, e ka Italia, të nëzhe Italia, se ka bëjt gjyqin gjysmak, që nuk ka dhënë urdhër Sali Berisha Italisë që ne s'kemi forca, ne s'kemi mundësi ta ndalim, por s'dan Çavushi me bandën e vet, i armatosë deri në dhëmbë dhe po sulmon Italinë. I ka dal ajo anije më e madhe se kjo edhe ka përmbyt pastaj normal. Me një goditje shumë thjesht, Berisha duhet komunikonte atëherë si komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, si presidenti i Shqipërisë duhet komunikonte. Janë disa njerëz të vujtur që një kriminal mbase shqequt ai Zan Çavushin ju ka mbledh lek, i ka hyp në atanje dhe janë fëmijë, gra dhe bëjnë drejt Shqipërisë. Sali Berisha e bëri këtë, e ka thënë me gojën e vet, nëse kjo anije do kalote, Zan Çavushi do nisë anije tjera dhe bëhet shumë i fortë ekonomikisht. Dhe i tha vet Italisë ja ka komuniku që është një anije luftarake. A kupton se ti thush Italisë po vjen një luftarake me armatim tron 12.7 që nga... Mirë, do provojmë të lidhemi sërish me zotin Laçi, kemi patur një problem teknik. Avokat, ndërkohë ju nuk e keni konsideruar aksident vdekjen e Kosta Trebickës, një prej dëshmitarëve kryesor përsa i përket shpërthimit në Gërdec, e keni konsideruar gjithmonë atë një vrasje. Por kush e ka vrarë Kosta Trebickën? Jo, nuk është problemi vetëm i Kosta Trebickës, po në këtë vend dhe posaçërisht ky krye kriminali më i madh i gjithë kohërave të Shqipërisë, Sali Berisha, ky faktikisht të gjithë ata që kanë qenë dëshmitar okular dhe kanë patur në duar materiale, prova, fakte të pakontestueshme që e çonin atë drejt burgut të përjetshëm, ose e çonin atë drejt rrëzimit nga pushteti, ose e çonin atë drejt zbulimit si një agent serb, ai faktikisht i ka eliminuar gjithë këta njerëz. Edhe në këtë kuadër, jo vetëm domethënë politikisht, por edhe për aferat ndryshme korruptive që ai ka bërë. Dhe në rastin konkret, Kosta Trebicka dinte jashtëzakonisht shumë, edhe ishte dëshmitari okular, dëshmitari madje që edhe në Departamentin Amerikan të Shtetit u thirr edhe dëshmoi për korrupsionin që Sali Berisha dhe familja e tij edhe posaçërisht e udhëhequr nga djali i tij, nga Shkelzen Berisha, po bënte me armët
dhe që armët e Shqipërisë po shkonin duart e Hamasit, po shkonin edhe në duart e Bin Ladeni dhe forcave të tjera që udhëhiqte ai dhe përdoreshin kundër Izraelit. Dhe këto informacione faktikisht i kanë patur edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, por aman nëpërmjet dëshmitarëve të tillë dhe njëri prej tyre ka qenë edhe Kosta Trebicka. Kështu që Kosta Trebicka ishte i destinuar për ta vrarë. Kush e vrau? Kosta Trebicka, shqiptarët e din jashtëzakonisht mirë, e kanë parë me sytë e tyre atë, domethënë, pak ditë para se të shkonte, domethënë, për gjuhëti gjoja, ai ka patur një debat jashtëzakonisht të ashpër tek Instituti i Arteve, në makinën e tij që kishte, domethënë, kishte makinë tamam për male ajo, dhe në makinën e vet ka patur debat të dy brenda në makinë me Shkelzen Berishën. Dhe Shkelzen Berisha, domethënë, aty ka bërë presion të hapur atij. Dhe kur ka dalë në makina, duket nuk e ka bindur dot dhe ja ka plasur edhe derën e makinës, atë gjithë, domethënë, njerëz që kalonin e kanë vënë re një situatë të tillë. Dhe kjo është një dëshmi që ka njerëz konkret që e pohojnë një gjë të tillë. Dhe pikërisht Kosta Trebicka e njifte atë zonë, pra Voskopojin ai e njifte jashtëzakonisht mirë. Edhe se ishte qandej. Dhe nga ana tjetër, ai për gjuhëti andej kishte vajtur me 10 herë, e njifte me plem tërë terrenin. Ai është vrarë në hotel. Dhe organizimin e vrasjes tij e ka bërë Sali Berisha, me të birin e vet. E ka bërë. Dhe ai është vrarë në hotel, nuk është e vërtet që ka qenë aksident, madje nëse do të thellohesh hetimi dhe nuk do mbyllësh ai hetim, nuk do fshiheshin provat, nuk do zhdukeshin provat, nuk do manipuloheshin si që manipuluan dhe nuk do ngrihesh grupi zjarrit, thojnë za, me Ina Ramën në krye, me Agron Kuliqin, me Ymaj, mjekun ligjor, dhe që bën, domethënë, atë farsë atje në vendin e ngjarjes dhe në aktet që përpiluan, ajo do të delte që goditja që është bërë ka qenë me një levë të fortë hekuri në kokë, në hotel, dhe pastaj ai është marrë i vdekur, është futur në makinë dhe është hedhur atje që atje çdo gjë mund të ndodhë, domethënë, por që të vritet njëri edhe të bësh aksident. Unë kam vajtur vetë atje, me 10 herë kam kaluar vetë, se vetë shpesh edhe në Voskopoj, në atë rrugë, sidomos vemi se ka borë lartë në mal, e kemi parë ajo është një çtemun. Kur nuk bëhet aksident atje. Mirë po, e keqja më e madhe është që edhe kur u kërkua që të bësh një riekspertim, se ekspertimin e bëri u athash, e bëri Ymaj dihet kush ishte. Domethënë, është njeri nga më të afërtit të Sali Berishës. E vendosi në atë detyrë Sali Berisha, edhe e kam thënë dhe një herë tjetër, nuk e them thjesht dhe vetëm se janë të dy në Tropoja. Jo, s'ka rëndësi. Në Tropoja ka burre të mrekullueshëm e tjera, specialistë të gjithë. Por ai ishte besnik i Saliut dhe ai e bëri aktin e ekspertimit, e nxori sikur ishte, domethënë, aksident automobilistik. Ky ishte turpimi i madh i tij. E kemi sërish Paro Laçin në lidhje të drejtë për drejtë. Paro, për ngjarjen e Gërdecit në fakt kanë shkruar edhe mediat amerikane, madje Sy Peshkaqeni e kanë konsideruar mediat amerikane Shkëlzen Berishën pas shpërthimit në Gërdec. Pse e lidhin Shkëlzen Berishën pikërisht me këtë ngjarje dhe kush e donte të vrarë Kosta Trebickën? Pse? Dhe a mendoni dhe ju njësoj ndoshta si avokati që Kosta Trebicka është vrarë? Kosta Trebicka, si që preku avokati, është vrarë me urdhën e Sali Berishës, me kënaqësinë e Shkëlzenit dhe me dorën e Agron Kuliqit. Në dalin thonë ato që jo. Ose të fusim mu në burg, ose të bënë hetime më thella. Qose mu më kërkon spaku, t'i bi numrin tim telefoni, mund t'ja jepi komunikoni si që ka bë dhe herë tjetër nëpërmjet televizioneve që unë kam dalë kam marrë, shkoj paraqim, pak o të bëj burgun, o ta thellojnë. Kosta Trebickën, dëgjoj, zotrin studio, zoti avokat, mu më ka thënë një general që shoqërote armët, tha Paro, edhe karrocat që punojnë atje, më thënë që me maj karroca me goma, janë karroca me ekur. Aty mu më ka vdek nuse e kushinit tim, ato me mbje Laçi dhe janë plagos, 2 djemë dhe sot janë me pasoja. E kam fitu në Strasburg, edhe aq kanalet forte ka Sali Berisha, e gryja që e qunë është nusja e kushinit tim.
2 kushit mi me mbi emulaci janë plagos aty, kanë qenë 14 e 15-16 vjeç. E jam atyre vdiq. Edhe pse ka fitu në Strasburg si hapin legët akoma, pse se është familjari imi, ta dëmtojmë ekonomikisht. Unë do flasë sa ta kemë shpirtin gjallë. Kur mos kemë mundësisë më gjë, kush do ka pushkën krah, kam kushit së dush. Sali Berisha është kriminel. I kemi dalë zotë se jemi djathë, kemi kujtu se e donë Shqipërinë. Kemi kujtu se është kundra grekëve serbëve, pas ka qenë me grekëve dhe me serbin. Është thjeshtë. Ndërkohë që një general që sill të armët aty, mund t'ja zedhe emrin së është një çudi e madhe, se tash mund t'jetë pension ose e heqe Edi Rama po doj nga puna, Ali Mena më ka thënë me gojën e vetë, ka thënë paro edhe transportin e prellave dhe municioneve në Gërdec, me urdhër Shkënxenit e sillim ne në këtu, sepse nuk i merr, mi që i ka marr falas, se ato ishin lek, ishin pare, mi që i ka marr falas, i ka shpërbë, i ka quj, i ka shqit, i ka quj, i ka shkri, i ka nëzër dhe Florin, se kam pas dhe përqinje Florin i mrejnë ato. Bronzi dhe gjitha ato që kanë qenë bërë në atë periudhë të luftës parë botërore, ato ka një farë përqinje Florini. Dhe di shumir Shkëlzeni sa ka fitu e di shumir dhe Berisha. Puna është, a e din Amerika ku janë legët, ja këthej poplit shqiptar. Pra po thua që armët në Gërdec për demontim janë çuar me urdhër të Shkëlzen Berishës? Me urdhër të Shkëlzen Berishës, Fatmi Mediu ka qenë një pupaco në dorën e Shkëlzenit. Se ekziston, jep të urdhër, a kuptoni ju që një gjithë thot Fatmi Mediu dhe Shkëlzeni, mime që kishtë një kompani private, pse si meshin ato me transport të tyne, pse se boshin larg Gërdecit, ta boshin ku kishte Poliçan, sepse doshin aty, ti meshin prella mas i demontoshin, ti qoshin me kollajt ku kishin bo pasare me ishit. O bo pasare madhë. 200.000 ton prella, thot ministrin Burrët që ne i demontum. Po 200.000 ton bakër mi sjell mu ishe sot me miliarda. Është të thjesht, aritmetike bome. Qartë. E kush i vodhi këto lek? Kështu që aja vlente të vritte për miliarda euro sotria në fjallë që u vra atje me atë gjipin që u vra. Kosta Trebicka. Atë ta peshoj gjykata. Nëse gjykata thot shumë mirë që ka fut gjep Shkënxeni miliarda dhe Kosta Trebicka të vriste, dhe Agron Kuliçi ta vriste dhe nga një polic që i ka tradhtu forcat e veta, se Agron Kuliçi është një polic që e ka ëndër plumin nga mbrapa. Kur njeriu shkon në luftë dhe anë plumin nga mbrapa, e dim shumë mirë se janë duke ik vrap. Dhe janë vrap forcat në Gërdec, se ka qenë Agron Kuliçi dhe i kanë prap forcat e policisë dhe është përblyer si deputet. Për çfarë? Kush është ai budalla që se kupton? Prandaj nuk është mbrapa Berishës, sepse Agron Kuliçi ka vra për familjen Berisha. Më shton mu fytyr që unë mbroj interesat e familjes Berisha. Ka kthy mu përgjigje Shkëlzen Berisha. Agron Kuliçi ka luftuar mu, e din gjithë shqiptarët. Ka futur në burg, se futur në burg e për ditë, mu ka bërë shkollnate. Shkollnate ka qenë një ditë po, një ditë jo, në darkë të botë. Mu më fuqin gati një ditë po, 2 ditë po, edhe një ditë vleshtin pushim. Kush ma bote, Agron Kuliçi? Është një çështje ndjeshme faktikisht kjo. Aja ka vlet që Agron Kuliçi të vrasti për familjen Berisha, ta vleshton gjykata. Aja ka vlet që ka bërë deputet dhe në Këshill Kombëtar shkret familja Agron Kuliçi, shkret to që kanë vra, ja vlen. Ta shohin politika, ta shohin populli. Nëse populli beson që Berisha ka bërë mirë që ka vra njerëz, dhe këta njerëz që kanë vra për Berishën janë politik, le ta votojnë prapë. Një ndërhyrje të vogël, Paro, një ndërhyrje të vogël. Për sa i përket kësaj, domethënë të Trebickës, në fakt, kjo është një çështje jashtëzakonisht e ndjeshme. Edhe kjo e ka prekur shumë, domethënë Shqipërinë dhe shqiptarët, edhe familjarët e tij, por janë me të vërtetë të trembur. Unë njoh, domethënë motrën e tija, e cila e ka plag në shpirt. Edhe kur erdhi problemi që i tham që si familje viktimës, hajde që të fillojmë, domethënë, ta nisim, domethënë këtë, t'ja nisim si kallëzim penal të ri Spakut, edhe atë që nuk e bëri Ina Rama, që ju kërkua me këmbgulje që më të bëhet një riekspertim, me një grup ekspertësh të tjerë, dhe ajo e refuzoi në mënyrë kategorike, ky riekspertim mund të bëhet sot, asnjë gjë të keqe nuk ka që Spaku të marri edhe kufoma aty është, edhe le t'i bëhet një riekspertim edhe tani, asnjë gjë të keqe nuk ka, janë zhvarrosur plot
edhe janë zbuluar edhe pas shumë vjetësh, jo me në një situatë të tillë. Derisa e ke varrin e hapur, domethënë në kuptimin që ke të bësh me një krim vrasje, atëherë duhet me çdo kusht që të ribetet ekspertimi. Pse nuk vete spak ta bëjnë gjë të tillë? Familja Remzi Hoxhës e ngren zërin dhe drejtësia nuk shkon. Familja Remzi, kurse familja Kosta Trebickës kanë të merr, sepse Remzi Hoxha ditë takimi me Miloševićin, kurse Kosta Trebicka ditë armët ku ushiqin. Edhe Gjevatana prokurori që ata s'po zbulojnë dot e nuk po hetojnë dot spaku, vrasjen e prokurorit tyre, Gjevatanës, një ndër prokurorët më të shkëlqyer të këtij vendi, që ishte me të vërtet, domethënë çdo pikpamje profesionale dhe karakterit i jashtëzakonshëm. Kishte në dorë çështjen e Remzi Hoxhës, i vajti të vërtetës deri në fund, edhe urdhëruesin Sali Berishën ja gjeti provat e të tjera, edhe kasetën arriti që ta zbuloj kush e kishte, edhe në momentin që do merrte edhe kasetën e tjera i mori, ata vajtën e eliminuan, i futën helmin edhe e çuan të vdekur në atën e sollë të vdekur nga Italia. Frok, Berisha sot del... Janë ca avokatë jeti shumë mirë, janë disa kokra e shire, japin kokrat dhe miru pafshim, e kanë në spitalin Bari. Më lejo që në këtë bisedë të ftoj edhe zotin Çupi, pasi s'ka folur fare. Zoti Çupi... Profesor na falni, morëm kohën tuaj. Jo, patjetër. Berisha sot, zoti Çupi del dhe shpall veten si lider i demokracisë, ndërkohë që ka në xhep tesërën e Partisë Komuniste. Del dhe flet si nacionalist kundër serbëve, ndërkohë që ka qenë ai që në mbledhje qeveria ka futur pikërisht Damir Fazlić, një njeri që njihet për afërsinë e tij me Slobodan Milošević, gjithashtu ka furnizuar edhe makinerinë serbe vrastare me naftë duke thyer embargon e asaj kohe. Nga ana tjetër është Berisha ai që del e flet për lirinë e medjave dhe gazetarëve, ndërkohë ka qenë ai që ka burgosur gazetar dhe ka djegur dhe shkatruar media. Tani zoti Çupi, sot e kësaj dite, Berisha është mbi shqiptarët apo mbi ligjin? Shikon, Berisha është mbi një gjë, për të thënë vërtetën, është mbi një gjë. Po, koncepti komunist për Berishën është gjëja më... Ne kemi marrë, jo vetë ne, po përgjithsisht, kur i thonë Berishës një gjë, i thonë komunist. Gjëja më vogël që mund t'i thuash dhe gjëja më parëndësishme. Sali Berisha nuk është komunist. Komunist në Shqipëri ka pas 100 e sa mi. Po Berish ka vetëm një. Do me thënë, askush nuk mund t'ja bënd të këtë dëmë kaq të madhë Shqipërisë, po të mos ishe Sali Berisha. E vetëm Sali Berisha mund t'a dishte vendin në këtë mënyrë. Po Sali Berisha ka një arketip tjetër. Sali Berisha ishte komunist dhe po të vazhdonte të ishte komunist në Partinë e Punës, a ishte në prag të një burgimit përjetshëm. Për arsye se i shërbente një agjenture të huaj si që ishte UDB-ja Jugosllavisë. Erdhi puna që të ndrohen në radhët dhe e konsideroi veten demokrat. Ai si komunist ishte një agent i fshehtë, ndërsa si demokrat ishte një agent shumë i hapur. Ka qenë kongresi i 8 është shumë e njohur, ka qenë kongresi i 8 i Partisë së Punës, kohën kur ky ishte nominuar si kandidat i byrosë politike, dhe në minutët e fundit është marrë vesh se ky kishte lidhje me UDB-n, dhe është ndryshuar me njëherë, udhëheqësi kryesor ka ndryshuar emrin dhe ka thënë mirë, vini një njeri tjetër se me këtë do merremi pastaj, dhe vini një njeri nga Tropoja, i cili ishte rastësisht në kongres, ishte as delegat. Ja, përshojmë ato momente kur Berisha ka djegur gazetën Koha Jon. Këtë po them, që Berisha erdhi u bë demokrat për të djegur Shqipërinë. Ishte komunist për të djegur fshehur azi, por s'kishte mundësi atere. Ky është e tërë problemi. Do më dhe që, si që thatë, ai qëndron mbi mbi mjerimin e këtij populli. Shiko, është rreziku më i madh që ka pasur Shqipëria dhe që vazhdon ta ketë, sigurisht tani pa mundësira, por që është për arsye se padyshim që edhe këto që bën tani praktikisht me Beogradin, gjë që e bën me qëllim të caktuar, pikërisht për t'i dhënë mesazhe Beogradit,
që unë jam kundër e tjerë, por e bën edhe për arsye se tani ndodhet në prag të një rreziku, ai mendon se po hapen arkivat, po hapen letrat, po hapen fletët, dhe një ditë prej ditësh shqiptarët, ky do jetë akoma në jetë, kur shqiptarët të marrin vesh se çka përpiluar, çka bërë, çka djegur në vendin tonë për arsye të tjerëve. Por ama dikush zoti Çupi, ndoshta do pyes edhe me të drejtë. Berisha është një politikan që flet vetëm me gjuhën e krimit, apo një kriminal që bën vetëm politika kriminale? Dhe mbi të gjitha, cili është roli i drejtësisë në këtë drejtim? Shiko, problemi se ky është nuk është një individ. Sali Berisha është një fenomen. Sali Berisha nuk është i vetëm. Sali Berisha nuk është pa synime, si thuash, në strategjinë e krimit. Sali Berisha nuk është pa pasoja pastaj. Sali Berisha nuk është pa pasojat e sotme, do më thënë pa i lidhur fenomenet dhe ngjarjet me botën që ne nuk na do. Edhe e gjitha kjo krijon figurën e një njeriu jo të thjeshtë një kriminali, për të një fenomeni kriminal në vendin tonë. Si do të shmontohet kjo bombë? Edhe ju keni të drejtë që bën drejtësia. Kam përshtypjen se drejtësia nuk është në gjendje ta bëjë këtë gjë. E para, edhe sikur të doj, përveç asaj që po manifeston se nuk do. E para, e dyta, kjo që po ndodh dhe me ngjarjet me kërkesën për një referendum e tjerë, e tëra ka për qëllim që Shqipërinë ta shëndetësoj nga ky tmerr që ka kaluar vend, do të ta shmontoj. A do jemi në gjendje? Mos harrojmë një gjë. Jemi edhe përpara një fakti të rëndë, jemi para një eksperiencë të rëndë të drejtësisë në Rumani. Dhe njeriu këtu është inatosur me drejtësinë. Është inatosur sa që rumunët që dolën brenda një nate, 500.000 veta në Bukuresht. Për kundër asaj që bëri drejtësia e cila futi duart në politikë. Ishte viti 2017 dhe ende sot e kësaj dite vazhdojnë trazirat në Rumani për shkak të drejtësisë. Ne kemi akoma më keq. Ne kemi sepse të paktën Rumania nuk kishte një president që e dojë vendin e tij. Jemi vetëm vend, është turp për ne. Është një turp i madh. Realisht është një rëndes, një barr për secilin qytetar në Shqipëri që mban akoma njerëz që dalin në shesh dhe mbajnë Sali Berishën që ka rënuar vendin. Kështu që drejtësia nuk e bën këtë gjë. Këtë gjë mund ta bëj, më falni, e vetmja qenia politike shqiptare. Paro, një pyetje të fundit për ju para se t'ju përcjell. Kur Sali Berisha apo Shkëlzem Berisha, siç e thatë ju ka vjedhur kaq shumë shqiptarëve, atëherë ku qëndron mbrojtja e tyre dhe mbi të gjitha ku dhe si fshejmë pasurit Shkëlzem Berisha me Sali Berisha? Pasurit, vetëm që se di Amerika t'ja kthej shqiptarëve, se pasurit ka shumë forma, ka shumë mundësira offshore të mshefe pasurit, por unë desha të prek vetëm një pikë në prekja të punën e gazetës Kohës Tonë. Po. Për gazetën Kohën Tonë, unë kam qenë prezent dhe kam qenë ai që kam zbatu urdhrin e Sali Berishës. Atëherë, ta them një herë, herën e parë që është djeg koha jonë dhe t'i merrni datat, e din shumë mirë personi që ishte kryeredaktori ose si thush pronari Kohës Tonë, është shkruar një shkrim që kishin sinjale këto të PD-s, nuk mund ta kujtoj fiks, po në shkrimi ishte shprehmisht që firma Populli kishte dhënë 50 milion lek për fushatën mbyllëse në Pallatin e Sportit të Albert Brojkës. Dhe Albert Brojka ka shku si e revoltuar, ne kemi shku me hapa Albertit me urdhën e Berishës, jo për të mbrojtur Albertin, po për të dëgjuar çfarë thotë Albert Brojka. Albert Brojka me dokumentin e Partisë Demokratike tha, nuk është firma ime këtu, nuk e di kush ka firmos këtu. Ato lek janë marrë dhe din shumë mirë artistat shqiptarë, i kam pas unë ato lek dhe ja kam shpërndar unë artistave. Krejt me radhë që kanë qenë aty Pallatit e Sportit, që ke këngëtare që ka qenë moshtre Elsa Lilo, që ke Indiri Zevdeta, krejt ja kam shpërndar unë paret atyne që kanë dhënë atë koncertin mbyllës. Dhe për këtë arsye është dje koha jonë. Koha jonë prap nesën e ka dhënë atë shkrim gazet, nuk e di ku është shtypi ku bori atë shkrimin, e dha atë letrën, gjet letrën që ishte dërzu letra nga
për sponsorizim populli 50 milion lek të vjetra, se me qënë them 500 milion, dhe është letra, është gazeta, dhe kjo e bëri e gërsovi pushtetit Sali Berishës, sepse ishin lek që Sali Berisha deklarovi janë lek pastra, dhe u dha një provë popullit shqiptar, që Sali Berisha me Partitë Demokratike po villë lek të popullit. Dhe për këtë arsye në shku me dojgjëm gazetën kohën tonë, kam qenë vetë prezent, e di shumë i gazetarë që kemi gjujt pa unë qef, pa maskën surrati, kemi ratë gjithë gazetarë që ka qenë aty, gjithë ato që shkushin bi makina që po bëshin gati gazetën, mendum që gazeta s'do dali, aty morën veç që këshin qënë faqosja gati dhe ishte qumi i vend tjetër edhe prit tu, botu, nesë me ka dalë prapë, bravo që ofë dishim matë zotë se ne, ama ne për dru i kemi thynë mes, dhe Sali Berisha po të ketë njerëz dhe po të ketë takat, i thënë mes prapë gazetar, gjyqtar, prokuror, kush nuk i bindet. Gjithë i thënë mes, s'ka takat ma, s'ka njerëz ma dhe shqyqyrë për Shqipërinë që si binde njerëz ma. Kjo është fati madhë. Parolaqi, faleminderit. Unë kam qenë... Faleminderit Parolaqi që ishit në këtë komunikim të drejt për drejt. Ndërkohë, avokat, një pyetje të fundit për ty për ta mbyllur. Çfarë ka ndodhur me pasuritë e shqiptarëve gjatë këtyre viteve, duke nisur nga privatizimi i hidrocentraleve, apo fabrika dhe uzinat, që dikur i ka patur Shqipëria dhe ishin të punësuar me mira vetë. Ku shkuan? Problemi është që demi mi madh që i ka bërë vendit Saliu, dhe kjo ishe, do më thënë, misioni më kryesor i tij. Unë do një të thoshë aty të vazhdonja pak atë idenë, edhe sepse nuk kam që them, do më thënë, për analizën që bëri zoti Qupi, por, do më thënë, në vazhdim të saj, unë do thoshja që faktikisht ai ka patur dhe një mbështetje jashtëzakonisht të fortë, edhe nëse ka forcë edhe sot Sali Berisha, forca e tij nuk qëndron këtu brenda vendit, forca e tij qëndron tek të qenurit të tij, agent potent i hershëm i Serbisë, edhe duke qenë agent potent i Serbisë, do më thënë, ai është mbështetur faktikisht edhe nga agentura ruse, edhe nga agentura greke, dhe ata e kanë aset të çmuar Sali Berishën, dhe sa herë ka patur ata vetë probleme që duan ta shfrytëzojnë, e kanë shfrytëzuar ata. Dhe Serbia dihet që ajo armikun më të betuar Shqipërinë ka patur, sepse duke qenë një Shqipëri e dobët e mbante Kosovën. Domethënë Serbia, sikurse domethënë dinte ta mbante. Dhe përjedhoi këtë mision i ka dhënë të parin Sali Berishës, që Shqipërinë ta çonte në fund, dhe ai arriti faktikisht ta çonte në fund. Jo, një parantezë, të mos harrojmë një gjë. Duke prishur dhe fabrika dhe uzinat, po thonë. Shqipëria dhe shqiptarët, që kur ka ardhur në pushtet Sali Berisha, e kanë ditur kush ishte. E dinte që ishte agenti serbëve. E dinte e njifte jashtëzakonisht mirë familjen e tija. E dinte kush ishte vjera e tija me gjithë familjen e saj. Vjera e tija ishte në ambasadën serbe, këtu punonte dhe këtu doli edhe në pension. Ajo, pra, e jema e Slobodankës, që i ndroj emrin më vonë, ja beri liri tani asaj, po e ka pat emrin Slobodank. E dinin jashtëzakonisht mirë. Edhe ne jemi vendi parë në Europë, që ra regjimi komunist, në të gjithë vendet, të më thënë, që ra regjimi komunist. Në zgjedhjet e para që u bën, fituan gjithë forcat demokratike të reja që erdhën. Kurse këtu tek ne, në zgjedhjet e para që u bën, fitojnë pra Partia e Punës. Pse? Sepse dinin kush ishte Sali Berisha, dinin që ishte një agent serb, edhe nuk ata ja dhanë votat kur ai filloi djegjen, mori urën e zjarrit, edhe i vuri zjarrin, duke filluar nga Puka, edhe përfundoi pastaj deri në jugun e Shqipërisë, duke abuzuar me teorinë zero, me çekun e bardhë e tjera që nuk ishin thjesht gramos pashkut, po ishin pjella e Sali Berishës ato, edhe e udbës së Serbisë, që edhe mollët, edhe dardhët e tjera u konsideruan komuniste, edhe u zhdukun, u prenë, u bën dru për të djegur, apo 525 fabrika dhe uzina të këtij vendi, kombinate, me makinerit jashtëzakonshme. Nuk ishte gjë që nuk prodhonte Shqipëria. Duke filluar nga goshtë bullonat e deri tek tekstilet nga më cilësoret e të mrekullueshme të këtij vendi. Nuk ishte gjë. Dhe kur erdhi problemi, ai vodhi, kusaroi,
u adha militantëve të vetë, i beri për skrap ato të gjitha dhe i qojnë Serbi, në Serbi i shiste skrapin dhe mërë të pasurit e tyre dhe i detyroj plot 1,5 milion shqiptar braktisën vendin, ikën në Amerikë, në tërë Europën e tjera. Sepse kur më heq fabrikën, kur më heq bukën e gojës, kur nëzirë nerin 24 fraksion 1, famkeqin, kur më merë, do më thënë, flotën detare, flotën ushtarake, armatim të jashtëzakonshëm ka patur Shqipëria, vendi më militar i Europës, ti i merë edhe i qonë të tëra për skrap dhe i hedhë në rrugë tërë këta generale, kolonele, njerës të shkëlqyer të ushtëriston, që do benin muarën rrugë të Europës. Dhe përjedhoj ky vend u boshatis. Pra, krimet e Sali Berishës, e mbylla me këtë fjalë, janë aq të rënda sa Spaku nuk e bën dot këtë gjë. Se ai ka ende mbrojtje, këtu po se janë frikatësa këta, po ka dhe mbrojtje këtyre agenturave. I vetmi veprim që ka ngelur tani është, e kam hedhur dhe diku këtë ide, po e përmbyll. Shqipëria urgjentisht duhet të ngreri dhe intelektualit të këtij vendi të ngrenë një grup, një komitet qytetar brenda dhe jashtë Shqipërisë, në diaspore ku do të funksionoj, dhe ky duhet të hapi librin e krimeve të pashembullta të Sali Berishës. Libër, duke i renditur të gjitha krimet, plot 23 dosje i ka gati nga mua, duke filluar nga privatizimi i Alpetrolit, i Armos, i ngjarjeve të Gërdecit, i hidrocentraleve, i vjedhjes Florinit Krabës e tjera më radhë. Janë të gatshme i ka këto dosje dhe këto të përmblidhen të gjitha dhe t'i bëhet dosja të paktën qytetare, një mal i madh, që të paktën fëmijët e fëmijëve tanë të dinë që ka patur Shqipëria një Sali Berish, i cili nuk ish faktikisht, kur tha Froku me të drejtë që është një fenomen i çuditshëm, është i çuditshëm Frok, jo thjesht dhe vetëm nga tipologjia e tij kriminale e tjera me radhë, po edhe nga gjaku. Serbët janë të tillë, Frok. Serbët janë të tillë. Ky është tipik serb edhe në gen. Jo në prandaja është edhe kaq shumë i rrezikshëm edhe që ndryshon shumë në të gjithë në shqiptarët e tjerë. Avokat, faleminderit që ishit këtë mbrëmje me mua në studio. Faleminderit zoti Frok Shupi, kënaqësi që ishit me mua në ora e fundit. Gjithashtu falenderojmë edhe zotin Parolaçi që ishte në komunikim të drejtë për drejtë me ne. Ndërkohë abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në koreale dhe po në koreale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë natë në mirë.